يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. Vërtet ata të cilët kanë mohuar nuk u bën dobi atyre pasuria atyre as fëmijët e tyre te Allahu asnjë gjë. Wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Ata do të jenë banorë të xhehenemit ku do të qëndrojnë përgjithmonë. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت. Shembulli i tyre që kanë shpenzuar është shembulli i një frime e cila shkatron e humb shpërblimin. Wa ma zalamahum Allah. Allahu nuk u bën padrejtësi atyre kur u humb shpërblimin ose kur u humb veprat të cilat i bën, walakin anfusahum yadhlimun. Por ata vet e kanë bërë zullum vetës vet. Ja ayyuhalladhina amanu, o besimtar, la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma anittum. Mos i zini përmeq ata të cilët nuk janë sikur ju. Për shkak se ata as nuk interesohen për juve dhe përkundrazi kanë dëshirë për juve me ndodh keq. Qad badat al-baghdha'u min afwahihim. Nga gjuhët e tyre ndel urrëtia për juve. Wa ma tukhfi sudurhum akbar. Kurse atë që e fshihin ata në zemrat e tyre për juve është më e madhe se ajo që e shprehin. Qad bayyana lakum al-ayati in kuntum taqilun. Ju kemi sqaruar ajetet nëse doni me i kuptu. Ha antum ulai tuhibbunahum. Këta janë që i doni ju, po se po i doni. Wala yuhibbunakum, kurse ata nuk e doni juve. Wa tu'minu bil kitabi kulli. Ju e besoni komplet librin e tyre. Wa idha laqukum qalu amanna, e kur të takojnë juve thonë kemi besu. Wa idha khallu addu alaykum al-anamila min al-ghayz. Kur kthejnë shpinat, shfaqin edhe nxjerrin urrëtie kundër juve. Kul mutu bi ghaydhikum, thuaj vdisni nga mlefi juve që e keni. Inna Allaha alimun bi dhati sudur. Allah subhanahu wa taala është i ditur se çka keni në gjoksa. In tamsaskum hasanatun tasu'hum. Nëse ju ndodh juve ndonjë e mirë, ata shqetësohen, hiç ju vjen mirë. Wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha. Nëse ndodh juve ndonjë e keqe, ata gëzohen më nejë. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a. Por ju nëse bani durim dhe jeni të devotshëm, dredhinat, mashtrimet e tyre nuk ju dëmtojnë juve asnjë gjë. Inna Allaha bima ya'maluna muhit. Allah subhanahu wa taala saktësisht i din të gjitha veprimet e tyre. Innal ladhina kafaru, ata të cilët kanë mohu të gjithë. Ehlul kitabi, mushrikint edhe munafiqin të gjithë së bashku, lën tughni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allahi shay'a. Ditën e Kiametit nuk do t'i bëjnë punë, nuk do t'i kryjnë punë, as nuk do t'i bëjnë dobi, as pasunia atyre, as fëmijët e tyre. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim. A ditë nuk bën dobi as
pasunia as fëmit, por dobi bën veç kush e takon Allahu subhanahu wa taala me zemër të pastër. Zemra e pastër është zemra me besim, këta nuk kanë besim, s'kan zemër të pastër, dhe malli, pasunia dhe fëmit nuk i bëjnë dobi. Asnjë gjë ka përmend Allahu subhanahu wa taala mallin dhe pasuninë dhe fëmijët për shkak se njerëzit në këtë dunjë zakonisht e mbrojnë veten e vet me pasuni dhe me fëmijët e vet. Këto i përdorin si mbrojtje. Nëse kanë ndonjë nevojë, atëherë e shfrytëzojnë pasurinë për me përmbush nevojën, ose i shfrytëzojnë fëmijët e vet. Nëse kanë ndonjë punë, e kryejnë atë punë nëpërmjet pasunisë që e kanë, ose nëpërmjet fëmijëve që i kanë. Dhe Allah subhanahu wa taala e ka përmendur të dyja që në ditën e Kiametit, bashkë ato që mendojnë që ju kryejnë punë, ose me ato që keni kryer punë këtë dunjë, pasunia dhe fëmijët, në ditën e Kiametit si bën dobi kur gjë. S'mundesh me krye kur far punë. Illa man ata Allah bi qalbin salim, por në ditë Kiametit kryejnë punë vetëm dunjë. Në ahiret s'ka. Wa ma zalamahum Allah. Dhe Allah nuk ka bërë zullum. Walakin anfusahum yadhlimun. E kanë bërë vetë zullum kur nuk kanë besu. Ja ayyuhalladhina amanu, o besimtar, mos i merrni për të afër, mos i merrni për miq ata të cilët nuk janë si ju. Ata të cilët nuk janë musliman, të gjithë të tjerët. Miqësi është afërsi e madhe ndaj të cilit tregon edhe sekrete. Kështu nuk duhet me pas besimtari kërkon përveç besimtarve. Innama waliyukum Allahu wa rasuluhu walladhina amanu. Miqtë e besimtarve, muslimanëve janë vetëm Allahu, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe besimtarët. Të tjerët nuk janë miq. Raportet me ta ndërtohen qysh i ka përcaktuar Allahu subhanahu wa taala, edhe në varësi të sjelljeve të tyre, ndaj nesh, porse të dashur të zemrave veç besimtarët. Pse mos më marr ata? Për shkak se ata nuk ju dojnë juve. Kështu thot Allahu subhanahu wa taala. Waddu ma anittum, bile kanë dëshirë me ndodh juve keq. Edhe këtë e din Allah, nuk e dim na. Ne nuk e dina çka dëshirojnë ata për neve. Për shkak se ne nuk i dim zemrat e kërkuj. Por neve na tregon Allahu, ai i cili i di zemrat e njerëzve. Ata, thot Allahu subhanahu wa taala, të cilët nuk janë besimtar, e dëshirojnë të keqen për juve. Dikush që vazhdimisht e dëshiron të keqen, që shka mundësi ti vazhdimisht me e dëshiru të mire, me pas mik, me i besu, me i tregu sekrete, me pas afërsi me te, kurse ai është për tyje me të keq. Qad badatil baghdha'u min afwahihim. Nëse ju nuk i dini zemrat e tyre, shikoni fjalët e tyre çka folin ata kundra muslimanëve. Asinimi, urrëtja që kanë ata për juve shfaqet atë Allah subhanahu wa taala nëpërmjet gjuhëve të tyre. Dhe sa herë munafikëve u ka ardhur rasti me fol kundra muslimanëve, më njëherë kanë shfrytzuar. Gjithmonë, prej të koha Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, e deri në ditë Kiametit, sa herë t'ju vjen rasti atyre me fliqë diçka për islamin e muslimanët, me në fliqë. Për shkak se janë munafikin, janë njerëz të prishur, edhe aty me s'u ka bo keq islami kur, as s'u kanë bo keq musliman kur, por për shkak të kufrit që kanë ata në zemrat e tyre, kufri i çon ata me nxirr atë urrëtje ndaj muslimanëve edhe ndaj islamit nëpërmjet gjuhëve të tyre. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Ata e shfaqin urrëtjen kundra muslimanëve me gjuhë, por thot Allahu subhanahu wa taala, çka kanë ata në zemra kundër juve, është shumë më e madhe se ata që e shfaqin. Tash me gjithë këto, ata me i dashur ata,
Dhe më ka shumë naiv, dikush me i dasht ata të cilët folin keq për islamin dhe muslimanët, edhe në zemrat e tyre e kanë hala ma shumë të keqen kundër islamit edhe muslimanëve. Qad bayyana lakum al-ayatin kuntum taqilun. Të Allahu ja kom sqaruar argumentet, mos ta arsyetuat kërkosh ditën e kiametit, jo i kom dasht ata ashtu e ashtu, këtë rënë. Allahu subhanahu wa taala ka ndalu me pas afërsi, miqësi me ata të cilët e luftojnë islamin me gjuhët e tyre edhe e urrejnë islamin e muslimanët me zemrat e tyre. Dhe jo për shkak se na si dojmë ata, po për shkak se ju i bani keq islamit e muslimanëve. Është ju e keqja e parë, jo të na. Ju jeni të partë ata të cilët keni nxjerrë vënir kundër islamit e muslimanëve. Jo na. Ju e merrni përgjigjen për muslimanëve pasi që e keni bërë të keqen kundër islamit edhe muslimanëve. Dhe kushdo që vepron ndryshe, i ka të kalu kufit e Allah të sqaruar, s'ka arsye ma, për shkak se Allah subhanahu wa taala i ka sqaruar argumentet, in kuntum taqilun, nëse menoni pak. Ha antum ulai tuhibbunahum. Ja këta pra thot Allah subhanahu wa taala janë ehlul kitabi, munafiqin, mushrikin të tjerë të gjithë. Tuhibbunahum, cilët ju po i doni, wala yuhibbunakum, ata si dojnë juve. Qysh është e mundshme ti me dash dikon, ai mos me dash ty. Tash më kanë që ti e don, edhe ai don, e ka një kuptim. Ju i doni, edhe ata ju dojnë juve, e ka një kuptim. Ju silleni mirë, edhe ata sillen mirë me juve, e ka një kuptim. Ju folni mirë, edhe ata folin mirë për juve, e ka një kuptim. Ama ju i doni, ata që dojnë juve, e pse i doni ju ata? Cila është arsyeja për me dasht ata të cilët vazhdimisht bojnë keq për islamin dhe muslimanët? Për çfarë arsye i do njëri ata? Plus kësaj ata nuk i dojnë juve. Do të thonë shumë naiv me dash dikon që s'don. Ai s'don ty, ty i gjumastina. Ai s'don ty, ty i gjumastina. Sa çfarë poshtërsi është kjo? Wa tu'minuna bil kitabi kulli. Ju i besoni librave të atina, ose librave të atyre, e që ne i besojmë, të vratit edhe Injilit, dhe ata nuk i besojnë libres tonë. Ju i besoni pejgamberëve tyre, ata s'u besojnë pejgamberëve tonë, ose pejgamberit tonë. Ju i doni pejgamberët që kanë qenë të ta, edhe pse na kena më shumë drejt të ta, se ata s'kan drejt, se ata kanë dëmju, kurse ata se dojnë pejgamberin tonë. Dhe thonë, ju i doni ata si dojnë juve. Ju e besoni të vratin Injil, ata si besojnë Kur'anin juve. Ju e besoni Musën e Isa alayhissalam, ata si besojnë juve Muhamedit alayhissalam hiç. Diçka çështje nuk kanë në përputhje hiç. Wa idha laqukum qalu amanna. Ata të cilët pastaj bëjnë dredhina, kur ju takojnë juve thonë na jena besimtar. Ne në bisedat e tyre gjithë ditën folin për paqe, gjithë ditën bën fesad dhe shkatrim. Gjithë ditën folin për me pas bashkëpunim, me pas dialog, me pas ato, me pas krenas besojnë Kur'an, as besojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, as kur gjë që vazhdimisht e bëjnë të kundërtën e asaj që e thonë. Wa idha laqukum qalu amanna, kur takohen thonë shprehin fjalë të mira, e munafiqët kur takojnë muslimanët thonë kena besu. Wa idha khalu haddu alaykum al-anamil min al-ghayz, kur heken pe takimeve musliman, gishtat e vet i han pe urrëties që kanë ndaj muslimanëve. Do thon paraqitje, kur i shohin të tjerët, paraqitën thonë se këta pos mirën e muslimanëve çfarë me don me apo kaç shkojnë. Në momentin që largohen për kësaj, për inatit, mlefit, zilis që e kanë ndaj muslimanëve, sa si hanë gishtat e vetë, kul mutu bi ghaydhikum, dhe kjo është smundja e rëndë që e kanë, se ata ka të urrejnë islamin, se veç i bën zarar vetes tonë, se islami vazhdon. Edhe këta munafik që flasin, edhe ata cilët punojnë, edhe dreshtet e kretë më bë bashk, islami ka me vazhdu. Këtë veç i bën zarar vetëve t'juve, sensën bën hiç.
punët e juve janë të dështuara, fjalët e juve janë të dështuara. Mutu bi ghayzikum, vdisni me ato rretje që keni. E gjeli, inshallah, i zën me këtë rretje që keni. Dëni para Allah çështu që shini. Se është shumë e vështirë, o shumë e rëndë me pas njëri urrëtin mrena vetës vetë. E me jetu me këtë mlef. A disa vështiro. Me jetu e të njetën, me mlefin, me urrëtin, që cilën së në bënë kur gjë hiq, se islamin së në nëllë hiq. Asë musliman së në hik për faqës dhe utë, kur? Asë besimin e drejtë së në nëllë, kur? Asë njerëzit që thirin e besin drejtë së në hik, kur? Veç ka kime bo, ka me zonë e gjeli tyje me qatë mjerim, to o mënua me bo keq për njerëzit e tjerë. Mu të përgaj dhe këpë, dësni, qashtu? Me ato rretje që keni. Inna Allah alimun bi dhati sudur, Allah subhanahu wa ta'ala adin që keni në zemrat e juve. Prej cilësive të tjera të tyre, in të mëseskum hasenetun të suhum. Kur të ndodh juve në një mirë, ata shqetësohen. Se çfarë budallaki është ai. Sa të ndodh muslimanëve diçka e mirë, ata të mënuar veten e vet. Do të thonë se jetu i frahu bia, kur të ndodh ndonjë keqe gëzohen. Sa e ult është kjo punë. Edhe sa ndryshe janë muslimanët në këta. Me gjithë këtë poshtërsi që ka në zemrat e tyre, me gjithë atë ne dëshirojmë që ata modhëzu në islam. Shif. Me gjithë atë vënerë që kanë bo edhe e bojnë kundër muslimanëve, në apet kemë dëshirë, inshallah Allah subhanahu wa ta'ala jo zë. Ata sa të ndodhë mirë muslimanëve, shqetësohen. Sa që ndodhë keq muslimanëve gëzohen. Kjo është njëri i poshtër, kjo është i djetë. Kushdo që gëzohet me fatkeqësi të muslimanëve, edhe shqetësohet kur ndodh atë me mirë, çfarë niveli i njeriu është ky? Nuk është njeri hiç, kjo është kafsh. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Janë më keq, më devijum se sa kafsh. E kafsh kur ndodh diçka e mirë, njerëzve ato bile të fakte nuk shqetësohen hiç. As kur ndodh keq nuk kishin, nuk dalin më zgërdhin, kur gjë hiç. Janë më të mirë në këtë aspekt, se sa ata të cilët sa të ult janë që me ndodh keq dikujna, ata më gëzu. Me ndodh mirë, ata më shqetësu. Kjo është këtë kundër. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a. Por Allah subhanahu wa taala me gjithë cilësitë e tyre të ulta, që ju i dënë ata që dënë juve, ju i besën e librin e tyre, ata se besën librin e juve, ju i besën e pejgamberin e tyre, ata se besën pejgamberin të juve, edhe e nxjerrin mlefin me gjuhët e tyre kundër juve, e në zemra e kanë urrëtitjen kundër juve. Nëse ndodh e mirë, ata shqetësohen, nëse ndodh e keq, ata gëzohen. Ma këtë cilësi të poshtra të ulta, edhe normal që me gjithë këtë aktivitet ata edhe mujnë me ju bo dëmë muslimanve, thëtë Allah subhanahu wa ta'ala wa in tasbiru wa tattaqu. Nëse bani të dërushëm dhe të devotshëm, la yadurrukum kayduhum shay'a, dredhite e tyre nuk ju bëjnë dëmë kur gjë. Nuk ju bëjnë dëmë kur gjë në anën e besimit. Në dunja ka mundësi me ju bë dëmë. Por në aspektin e besimit nuk vazhdoni me qenë besimtarë dhe keni me vdekë besimtarë si të tillë. Dhe nëse vdesin si besimtarë si të tillë, fundi ju shkoni në xhenet, ata shkojnë në xhenem. Kush humbi, kush fitoi, është e qartë kjo punë. Ja alladhina amanu, o besimtarë, aleikum anfusakum la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum. Kujdesni për veten e juve, me iman, juve nuk ju dëmton kërkush nëse ju jeni të udhëzuar. O në të smiru, dhe nëse bani sabër, me qëta zemrat e prishura, me qëta goja të fliqura, nëse bani sabër, dhe jeni të devotshëm, la yadurrukum kayduhum shay'a, nuk kam ju dëmtue dredhia e mashtrimet e keqja atyre asnjë gjë, inna Allaha bima ya'maluna muhit, se Allah subhanahu wa ta'ala i din shumë mirë të gjithë ato që i veprojnë ata dhe ato që i veprojmë ne, dhe ata dhe na kena me marrë shpërblimin ose ndëshkimin kur dalim para Allah subhanahu wa ta'ala për veprimtarinë edhe për punët edhe për fjalët e tona.
وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه لكل ذنب إنه هو الغفور الرحيم.